Pse njerëzit të respektojnë vetëm kur nuk ke nevojë për ta? Ka një të vërtetë të çuditshme që shumë njerëz e zbulojnë vetëm pas viteve të tëra shgënjimesh. Sa më shumë përpiqesh të fitosh respektin e dikujt, aq më pak duket sikur ai të respekton. Sa më shumë përpiqesh të jesh aty për të gjithë, aq më shumë njerëzit fillojnë të të marrin si të mirëqen. Dhe pastaj ndodh diçka e çuditshme. Në momentin që ndalon së vrapuari pas tyre. Në momentin që ndalon së kërkuari aprovimin e tyre. Në momentin që ndalon së pasuri nevojë për ta. Papritur, sjellja e tyre ndryshon. Papritur fillojnë të të dëgjojnë. Papritur fillojnë të të kërkojnë. Papritur fillojnë të të respektojnë. Por pse ndodh kjo? A janë njerëzit kaq sipërfaqësor? A respektojnë vetëm ata që largohen? Apo ka diçka më të thellë në natyrën njerëzore? Sot do të flasim për një nga aspektet më të errëta të psikologjisë njerëzore. Jo për të manipuluar të tjerët, por për të kuptuar pse bota funksionon shpesh ndryshe nga sa na kanë mësuar. Sepse ndonjëherë problemi nuk është se nuk je mjaftueshëm i mirë. Problemi është se je bërë tepër i disponueshëm. Shumë njerëz rriten duke besuar një ide të thjeshtë. Nëse je i mirë, nëse ndihmon të tjerët, nëse je i sjellshëm, nëse sakrifikon për njerëzit, ata do të të duan dhe do të të respektojnë. Dhe në teori kjo tingëllon bukur. Por realiteti është më kompleks. Sepse njerëzit nuk reagojnë vetëm ndaj mirësisë. Njerëzit reagojnë ndaj vlerës. Dhe shpesh, pa e kuptuar, ne e ulim vlerën tonë kur tregojmë se kemi nevojë dëshpërimisht për dikë. Mendo për një person që është gjithmonë aty. Gjithmonë përgjigjet menjëherë. Gjithmonë fal. Gjithmonë pret. Gjithmonë është i gatshëm. Me kalimin e kohës, njerëzit fillojnë ta konsiderojnë këtë normale. Jo sepse janë të këqij, por sepse mendja njerëzore mësohet me atë që ka gjithmonë. Dhe ajo që është gjithmonë aty, shpesh pushon së vlerësuari. Machiavelli kishte vënë re diçka shekuj më parë. Njerëzit shpesh nuk të trajtojnë sipas asaj që meriton. Të trajtojnë sipas asaj që perceptojnë. Dhe perceptimi ka më shumë fuqi se sa realiteti. Mund të jesh personi më besnik në botë. Por nëse dukesh i varur emocionalisht nga të tjerët, shumë njerëz do të humbasin respektin. Nga ana tjetër mund të mos jesh perfekt. Por nëse je i qetë, i pavarur dhe nuk ke nevojë për aprovimin e askujt, njerëzit fillojnë të të shohin ndryshe. Sepse pavarësia krijon respekt. Varësia krijon dobësi. Dhe kjo është një nga të vërtetat më të pakëndshme të natyrës njerëzore. Mendo për marrëdhëniet. Shumë njerëz humbasin veten për dikë. Fillojnë të ndryshojnë. Heqin dorë nga ëndrat. Heqin dorë nga kufit. Heqin dorë nga vetja. Gjithçka për të mos humbur personin tjetër. Por pikërisht aty fillon problemi. Sepse sa më shumë humbet veten, aq më pak vlerë sheh tjetri tek ti. Pse? Sepse vlera nuk vjen nga sakrifica pafund. Vlera vjen nga vetë respekti. Dhe kur dikush sheh se je gati të bësh gjithçka për të, fillon të pyes veten, nëse ai nuk e respekton veten, pse duhet ta respektoj unë? Është e ashpër. Por ndonjëherë kjo është pikërisht ajo që ndodh. Një tjetër e vërtet interesante është kjo: njerëzit shpesh e kuptojnë vlerën tënde vetëm kur nuk je më aty. Jo sepse u bëre më i mirë. Jo sepse ndryshove. Por sepse mungesa jote krijoi kontrast. Kur je gjithmonë i pranishëm, ata nuk e ndjejnë mungesën. Kur largohesh, ata fillojnë të ndjejnë boshllukun. Dhe pikërisht aty fillon reflektimi. Papritur kujtojnë bisedat. Papritur kujtojnë mbështetjen. Papritur kujtojnë kujdesin. Gjërat që dikur i konsideronin normale. Shumë njerëz ngatërojnë dashurinë me nevojën. Por nuk janë e njëjta gjë. Të duash dikë është një zgjedhje. Të kesh nevojë për dikë është një varësi. Dhe sa më shumë dikush ndjen se ti nuk mund të jetosh pa të, aq më pak fillon të të shohë si të barabartë. Sepse respekti lind mes dy njerëzve që qëndrojnë në këmbët e tyre. Jo mes një personi që qëndron dhe një tjetri që mbahet pas tij. Kjo nuk do të thotë të bëhesh i ftohtë. Nuk do të thotë të bëhesh arrogant. Nuk do të thotë të largosh njerëzit.
Do të thotë të ndërtosh një jetë që nuk shembet kur dikush largohet. Do të thotë të jesh i aftë të thuash, do të doja të ishe pjesë e jetës sime. Por lumturia ime nuk varet nga ti. Ky është një nivel force që shumë njerëz nuk e arrin kurrë. Sepse shumica kërkojnë siguri tek të tjerët, ndërsa njerëzit më të fortë e ndërtojnë sigurinë brenda vetes. Një nga paradokset më të mëdha të jetës është ky: sa më pak të kërkosh respekt, aq më shumë e fiton. Sa më pak të lypësh vëmendje, aq më shumë të kushtohet. Sa më pak të ndjekësh njerëzit, aq më shumë ata fillojnë të të kërkojnë. Jo sepse po luan lojra, por sepse energjia jote ndryshon. Nuk je më duke kërkuar vlerë, po e mbart vlerën me vete. Dhe njerëzit e ndjejnë këtë, edhe kur nuk thua asnjë fjalë. Në fund të fundit, fuqia më e madhe nuk është të kontrollosh njerëzit. Fuqia më e madhe është të kontrollosh veten. Të mos humbasësh veten për dashuri. Të mos humbasësh dinjitetin për vëmendje. Të mos humbasësh paqen për aprovimin e të tjerëve. Sepse njerëzit mund të respektojnë forcën tënde, mund të admirojnë suksesin tënd, mund të vlerësojnë mungesën tënde. Por gjëja më e rëndësishme është që ti të respektosh veten. Dhe kur mëson ta bësh këtë papritur, nuk ke më nevojë që të tjerët ta bëjnë për ty. Ndoshta respekti nuk fillon kur njerëzit të shohin ndryshe. Ndoshta respekti fillon në momentin kur ti ndalon së harruari vlerën tënde. Sepse disa nga betejat më të rëndësishme nuk zhvillohen mes njerëzve. Ato zhvillohen brenda nesh. Dhe ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.